Ulqini, një nga qytetet më të bukura të Adriatikut, mbetet një simbol i trashëgimisë kulturore dhe natyrore në Malë të Zi. Megjithatë, pas peizazheve të tij të mrekullueshme dhe historisë mijavjeçare, qëndron një sfidë e vazhdueshme për ruajtjen e pastërtisë, gjelbrimit dhe mirëmbajtjes së mjedisit urban. Kryetari i shoqatës Miqtë e Kalas Ismet Karamanaga ka vënë në duke se gjendja në kalan e Ulqinit është përmirësuar ndjeshëm vitet e fundit fal përkushtimit banorëve dhe bashkëpunimit në institucionet lokale. Sipas tij, për shumë kohë mbeturinat janë nxjerrë në vështirësi për shkak të mungesës së mjeteve adekuate. Rrugicat e ngushta të Kalas nuk lejojnë qarkullimin e automjeteve të mëdha, ndaj nevojiten mjete elektrike për pastrimin efektiv të zonës historike. Përkundër këtyre vështirësive, Kalane karakterizon një nivel i lartë vetdije qytetare, pasi banorët tradicionalisht kujdesen vetë për hapësirat pranë shtëpive të tyre, duke ruajtur një kulturë pastrimi që trashëgohet brez pas brezi. Unë kam kënaqësi të veçantë, në veçanti kur më ftoni kështu në televizion dhe flas shpesh teme të tilla, pasi që kur është shpall shteti ekologjik i Malit Zi, kam qenë në televizionin e Malit Zi dhe kam thënë atëherë kur Xhelal Hoxha ka qenë një aktor i cili ka punuar shumë për këtë, ka pas fituar atëherë shpërblimin e tretë, në të vërtetë ka fituar të parën, se dy kanë qenë organizate jo qeveritare, por organizate shtetërore, e ky ka qenë jo qeveritar. Sa jemi na kemi në Kala shumë probleme, kemi pasur probleme shumë më tepër, por tash janë zhvilluar probleme, pasi na kemi traktorin, të cilin unë mundohem mi hektash, se traktorin nuk i plotëson më kriterit nxjerrjes së bërllogut nga kalaja, pasi që është i vogël dhe traktora janë makina për bujqësi, jam me esnë për kadramin e Kalas. Për të edhe kam une vujtjet madhe nda ata se së shaf. Kështu si i sugjeroj kryetarit komunës si 6 muaj gjatë verës, të më thamë për i maj, diketet jam e fillu me hek traktoret e të gjithë këta tjertë me blej, aqësh mjetë me elektrikë si i ka Slovenska plazha, Tivati, Kotori, gjithë se kush, ka edhe Gano Resulbegi në qytetin e vjetër tonë. Kështu si na nuk jemi fort të kënaqur me te, pavarësisht se të gjithë kalarit pagojnë për logun, lomen, si që të thomë në, por Kala ishtë relativisht e pastët. Ne kemi një adet që të gratë gjithmonë, kur zgjohen në atje, qohen gjani para, kanë pasur gjithmonë adet me dalë dhe mi pastru para shtëpisë. Kështu si Kalaja është relativisht e pastët. Në veçanti ishte e pasur tesh, kur nuk ka shumë mesafir, por prap përkthejmë, kemi mesafir se të gjithë shka vinë që vinë në Kala. Por në tregoni pak ndërtimi i tepërt në Ulqin. Na tregoni sa ndikon në ndotje, si nga mbi popullsia gjatë verës, ashtu edhe në një panoram ndoshta që vjen e bie. Në përgjithësi, ndërtimi ilegal o pa legal nuk jam unë kompetent me folë për ta, por unë shoh me sy për Kalaja, se Kalaja është ta përmend atë poetin e matë një koshën e Manel dhe shofim shumë më të versata poshtë. Të gjithë Pinjeshi është i bamun me godina, të gjithë Ulqini është i ndërtumun, mos thamë se sa ka, se i di cifrët ose unë kam punu në turizm vite me radhë, dhe tesh punoj si shoqërus, kështu si nuk ka njëri i cili vjen në Kala, edhe shiken për jashtë të qytetin, edhe nuk thot se jojtëm, se e keni prish në Kalan. Aja ishtë, po se pa, po ishtë bëti tjetër, se të gjithë qyteti Ulqinit, të gjithë Mali Zi ishtë i betonuar, shka është pika helmuse të gjithë Malit Zi. Ne nuk kemi ma gjatë gjelbër të rana është pas një palë, mas kur gjas ka met në ranë për gjelbrimit, a ju të tregon Ismet Karamanaga se kur e kam put një lule në gjep goga më ka nga dhe në shpi me më kapë për parkut. Kështu është rujt dikur, kur nuk kemi pas kaq nivel të lartë të turizmit. Pavarësisht se na mendojmë se turizmi i lartë ka qenë në kokën prej 70 deri në 90, kur kemi pas të gjithë qytetin tonë me parfeme tjerë, kemi pas prej shteteve të perëndimit, në veçanti prej atje ku flitet edhe është gjuha gjermane folse. Por na tregoni pak si ishte dikur, sa i kushtoi rëndësi dikur, mirëmbajtje sot apo dikur më mirë? Më mirë është sot. Dikur na kemi pas një veti të veçantë, pasi që nuk ka pas traktore na ka ble një organizatë qeveritare
me një njeri I cili ka pasur në Kilian Fort. Këtë projekt e kemi fituar në atëherë dhe është baka drami I parë. Pikishush ortodokse serbe atje poshtë e deri ke shtëpia e Shabanëve. Na e kemi bërë atë kaldram mendimin e tyne. Sensibilizimi I qytetarëve e ka bërë këtë punë dhe kemi fituar $100,000. Dhe ai kaldram ishte I papërsëritshëm, ishte I fortë dhe I mirë. Edhe ky tjetri është I bukur dhe bëhet bukur. Prep kanë filluar disa punime për me vazhdu, se janë disa rrugica të cilat nuk kanë bërë. Natyrisht vedia e njerëzve është ngritur, është rritur sot, nuk hedhet më llom në përbedene, ashtu thonë na, gjithsekush e qet llomin ose ke traktori ose e qet si disa nga ne deri ke kontejnerat ke. Cila është rruga e vetëdijsimit? Rruga e vetëdijsimit ishte kjo që ka ndodhur tash. Mysafirët nuk lejojnë, mjafton me u shiku dikush dhe e shef ti se nuk guxon të largosh letër ose çka do tjetër gjatë rrugës ose përtej rrugës. Kështu si unë nuk shoh se ka në kalas se hidhet man vedene, nuk shoh na. Unë kam bërë një kontribut të madh kam dhënë si mu bë kjo gjë. Jo se kam ndikuar me ble traktori, por kam ndikuar me shkrimet e mi, me këshillat e më gjatë si tash kanë ndikojnë edhe mysafirët, se mysafirët të cilët vinë në kala nuk janë ata të cilët I kemi kap në të thamë mund të është në për rrugë, të është të vinë të gjithë në për internet. Kështu si na jemi jashtëzakonisht të kënaqur me këtë gjë. Vetdia e njerëzve. Më duhet mos ta harroni se në Kala janë 20 restorante. Ata 20 restorante nuk lejojnë. Si ju më I lërgu as shishet, as poshet, as kujgja, por të gjithë dalin për jashtë prej Kalas. Për te jemi jashtëzakonisht të kënaqur. Kemi probleme me ujë pishëm, qofse se keni me pyet do më ju tregu se kemi pas tanë verës probleme me ujë, nuk na hyn në kokë, në kry, pavarësisht se na kralit e mam vedin mat ursit të tërkush, se rana mot me pas ujë, pinjeshi mot me pas ujë, meterizi mot me pas ujë, si janë kota shumë më të larta se na, e na nuk jam. Ne e dim se nuk kemi të lidhur në ujësiacin regional, për te edhe I lusim që na lidhin janë të shoft të ju punu për punë. Ashtu si jemi mësuar të ju punu gjatë dimnit, le të punojnë, le të kryjnë deri ke fillimi I sezonit, se gjatë sezonit duhet I kemi rrugët I pastërta, edhe duhet I kemi rrugët të hekun automjetet edhe të kem parkingun normal. Një nga problemet më të mëdha që ai përmend është betonizimi I shpejtë I qytetit. Gjelbrimi që dikur e zbukuronte Ulqinit është zëvendësuar nga ndërtimet e shumta, duke humbur identitetin natyror të zonës. Karamanaga ka theksuar se dikur qyteti kishte më shumë gjelbrim, ndërsa sot janë më të pakta. Ai vlerëson se gjelbrimi nuk është vetëm estetik, por edhe një nevojë etike për cilësinë e ajrit dhe mirëqenien e banorëve. Për fat keq, betoni e ka largu gjelbrimin. Ne nuk kemi më në rënë asnjë park. Ju thashë në fillim të saj kur e kam putra në filen, me ka nga Recep Goga, Selim Murati, këta të cilë Miqo Bojana, kemi thirna, pse kanë qenë mbi këqyrës të kësaj gjë. Kështu si Ulqini ka qenë plot me parqe, me të tanë, kanë qenë palmat, të cilët kanë pas edhe një smundje, por smundja nuk do të thotë se smundja më u të reja. Kështu si gjelbrim nuk ka me pak në ranë, ju pëthavet për Kala, në Kala, për kundazi ka ma te për gjelbrim, se në ranë dhe se në vende tjerë. Natyrisht që se përjashtoni pishët, të cilët lypet me u revitalizu, me u këthy, aja bukurie që në ka pasur dikur, e mas mu leju më ndërtu në pishë. Pisha, lishta, janë probleme të mdhenjë, pasi që I kam dëgjuar se ishte ligjit është si kam ndërtu edhe në përvullishta e gjithë këtë. Unë si jam kompetenta, si jam I cili lypet me këshilu në këtë pikpame, por ne domë gjelbrim, se boja e gjelbërt ishte aja boja e cila ishte si aja e kaltët në të jetë për sy, për shpirt. Flasim pak për pyllin e pishave dhe ndërtimin së fundi, por edhe planet që flitet se do të ndërtohet. Sa do të shkaktoj kjo dëm, si për syrin e njeriut, ashtu edhe për shëndetin? Në përgjithësi ju e dini fotosintezës, se çka pishat janë mulçijat, mushnijat, thot në gjuhën më shqipe e qytetit tonë. Ashtu si është Amazoni, aja qka e sjell ajrin të pastërt botës,
rruzulli toksor, ashtu janë pishët kena. Përse nuk është mirë me u leju si mu prish pishat, përkundazi pishët duhen të revitalizohen, por duhet të bisedohet apo të hiqet e mirë detare, se e mirë detare na ka shkatruar në shpirtin, trupin e të gjithëset. 30 milion kam ndigjuar kanë basi mjetë. Pe ty në shumë atë nga të pare janë fitu më në kena, a këtu kanë me investu ma pak se asë kërket. Po të shkojmë pak edhe të uji i detit, deti një pasuri jashtëzakonisht e madhe për qytetin e Ulqinit, në tregoni sa është ky ujë i pastër, si ndikon edhe të ndotet, kush janë shkaqet? Nuk shoh se ka det ndotën të kena, na e ka i rëtis Perëndia më izmajs. Kena hynë një pjesë e golf rrymës kësaj, i merë të gjithë llomet që ka kja pjesë e që në italianëve ndërë. Kështu si na e kemi detin jashtëzakonisht të pastër, kena nuk ka si farë problemin ka kjarë. Ju tha që edhe njërë, asë kush nuk hedhë ma lomë në det. Kështu si ju keni të njerëz të edukumur, njerëz të cilët e shohin se ndotja e ambientit është ndotja e jo vetëm zemrave e shpirteve tonë, pa dhe jetës tonë në përgjithësi. Mendoj se ish pastër gjithsesi duke filluar prej plazhit, plazhi i madh, cila ka për 20 plazhe, ju nuk mund të gjeni një zyfër cigare atje. Kështu si pishët janë të pastërta, por pishët dojnë gjallërim, revitalizim e kanë të shprekje, ju thash edhe një herën, duhet me mujt me u shmang, me u lërgu të mirës detare, duhet e mirë detare me i marë qyteti jonë. Kur ta kenë qyteti atëherën dinë vetë me disponu me atë mirë që e kemi na. Ulqini ka 33 km det, 33 km plazhe, kjo është bukuria më gjepse se ka asë kërkosh. Ne kemi të gjitha prioret, a mos të flasë se këtu jetën një popull kosmopolit, një multikulturalizëm i jashtëzakonisht i zhvilluar, i mirë, diçka që është këtë shifni nuk ka vjedhnin, s'ka trafën, s'ka probleme, ka incidente të vogël të cilët ndodhin kur keni 100.000 të mesafir këtu, por në general të nuk ka si farë probleme, si në qytete tjerë të Malizi ose të bregu të Malizi, ma shko malar. Po, shkon të diçka tjetër, sa kemi ne të Ulqinit shprehi si ecjen, si marrin e kësaj dhurate, si të pyllit e pishave, ashtu edhe 33 km plazh. Sa kemi në shprehi një ecje, një natyrë më të shëndetshme. Na kemi natyrë shumë më të shëndetshme, por kjo gjatë duhet me u filluar në shkollën fillore, në shkollën e mesme, gjithse këtë duhen fëmijët të edukohen në këtë frymë, sepse vetëm me një atmosferë të pastër mund të kemi një jetë më të mirë. Duhet edhe edukata fizike me u zhvillu më tepër në shkolla. Nuk mjafton vetëm të gjithë cili për fëmijëve të ketë telefonin dhe gjani i parë që ka fitën sa lind, fitën telefonin. Nuk është mirë ashtu, nuk është mirë se harrojnë gjuhën shqipe apo malezeze, të gjithë flasin anglisht, që nuk është mirë. Nuk kam unë kundër se më flas edhe zotroj disa gjuhë vetë të huaja, por duhet me mësu gjuhë amtare, gjuhë tona, duhet me lexu. Unë shkruaj, unë kam 7 libra, por pak kush i lexen. Shiken të kush këtë interesën dhe i fotografio të kanë. Kështu si duhet ma tepër me u punu me fëmijë, me brezin e ri, sepse aja janë e ardhmja jonë. Po, një ecje në pyllin e pishave, si do të ndikoj? Ecja në pishave ndikon shumë, duhet të dinë që ta tonë të nderuar dhe të gjithë ata, se në pyll, në pishave ka oksigjen ma tepër, se në veçanti ditër, ja natër, dhe e oksigjen ndikon në muqia, në sëmundjet, tu kanë qenë në plazhin e grave, atje kanë qenë njerëz që në kokë në Knjaz Mikollës ishë paramendu atëherë me u ba një sanatorium, diçka për atë, kurse pylli i pishave dhe plazhi i grave ka metë si simbol ja vetëm qytetërimit, po i lindjeve dikujt që s'kan mujt me pas fëmijë normal, kanë ardhur atje. Pylli i pishave, njerëzit shkojnë atje në mëngjes, shikojnë atje, marrin frymë, është tjetër ku nuk ka automobile, kështu si lypet më u largu për kësa automobilat, kurse në pyllin e pishave keni pak automobila, ta vinë parkohen dhe njerëzit shëtisin. Ishtë mirë që të ndërtohet një rrugë,
të lidhen pylli i Pishëve me plazhin e madh. Ai ka qenë në plan që ka hmot, thomë na, mirë po e mirë detare, e cila prep thamun, na manë si njerka, na fëmijën e vet, nuk investon në këtë pyrë. Lypet aja rruga cila është barë dikur prej Galebit, Hotel Galebit, i cili ka fluturuar, nuk është më aty, e Albatrosi deri në plazhin e madh. Me qenë se përmendë automjetët, duhet të shkoj tek një pjesë tjetër. Sot automjetët, siç e dim, janë shtuar, po kur është jetuar më mirë dhe më shëndetshëm atëherë apo sot? Më mirë është jetu atëherë, nuk mund të më shëndetshëm. Po. A standardi është natyralisht më mirë, sepse ne kemi gjithse këto televizionin, ne kemi shumë gjëra të cilat e ngrisin standardin jetësor, po mos harroni se tashni më të madhe ka pas dikur përpara se sot. Njerëzit kanë shku, kanë ardhur në këtë tjetër, sa gjithse koshrin me çelësin der, pak shkom në njëri këtë tjetëri, non-stop jemi në telefone, non-stop jemi të shkruaj mesazhe. Edhe në automobilat të cilët kalojnë ditë për ditë, na kemi 1000 probleme ka shkolla bashkëshortore, ku ishte vetëm një rrugë e natyrës. Dikur si shkuar në shkollë? Shku normal kam. Ishte më shëndetshëm? Më shëndetshëm, më mirë, kam shku kam punu ka 2 turne në gjimnas, dhe kam shku kam pe kalas. Natyrisht kur kemi fitu të mobilin një parë, kam shku me të mobil, por nuk ka pas aq shumë të mobilë si tash. A mos e harroni se nuk kemi në rrugë më, në kemi infrastrukturën e dopë. Edhe me më një mu, të gjithë rrugë liber mu ba 1 orë. Ashtu si e ka Herceg-Novi, atje s'ka kur probleme. Pse nuk guxoni me shëtit. Kurse kena naleni ku doni, kërkush s'monat ku gja me ba, nuk është mire e gja. Natyrisht organet cilët ju dënojnë janë atë, edhe mu më ka shkru një ditë, një deki kam nej, por e kam lanë në vend ku s'lipet Milan. Si kryetari i shoqatës Miq të Kalas, nga larg, si e shikoni sa i kushtohet rëndësi nga pushteti lokal gjelbrimit pjesës pastërtisë? Unë mendoj se ata e napin atë kontributin në tyre, mendoj se lypet organizata komunale, cila e manë këtë me ble një mjet, kam thënë edhe në fillim, ku lypet ma shpejt e ma ekzekutiv mu zirë brëllogu prej Kalas, pasi që edhe me ardhë sa ma shpesh, se Kalaja është vendi i trafikut, në Kazaj janë 20 restorante, 2 muzeje privat ka Zotrigani Resulbegu, muzeu i matë një në muzejet matë në Mesle, gjithet në Kalan tonë, si vjetë ka punuar e ma mirë, për nuk mjefton vetëm mu hapë, duhet të me punu, duhet njerëzit mu eduku, që me spjegu historinë e kulturën tonë, se na kemi një histori 2500 vjeçare, të murshëm, kemi monumentet e kulturës, shumë njerëz nuk e dinë se Skënderbegu ka pas këtu, ka kalu muajin e Mjaltit, kemi në shumë gjëra mas të flasë për Cervantesin, shumë tjerë të cilët kanë lanë gjurë, të pashlyer në historikun tonë. Jo dhe një fjalit ju thëmë, për në fund ndoshta duhet të dinë se Kalaja pe detit, duke si një nuse e cila valet e detit i ka, si aja nuse e cila është e mbështjellën me atë velin e bardhë. A dini si ka thënë njëri i 1497, Arnold von Harfe, një pelegrin pe Gjermani, i cili ka shkuar për Venedikut deri në Mekë, Medina ka kalu duke kërkuar parajsin, sepse njerëzit të tjerë kanë menduar se ka me qenë Sintflut, thonë gjermanët, ka me qenë shkatrimi i botës për mbytje. Edhe ka kaluar e ka thënë, kënë të das paradis jërzanë, është të mutës, është të parajsa, 3 ditë kanë dhe në qenë, e kanë prit, dhe prej ati kemi në 24 fjallarë, si ti tomë në Gjermano-Shqip, 54 të gjuhës Kroato, edhe ka shkruar në librin e tij, Meine Reise über albanische Länder, udhtimi im mbi shtetet shqiptare. Tu ka kalu Bajroni, kanë kalu shumë të gjithë, përveç të përmendim kapetanet tonë, në veçanti Beglerët, kapetanet, baba jem ka qenë një prej kapetanëve, Becët e shumë tjerë, mas të përmend të gjithë se kemi shumë të cilët kanë lanë gjurmë të pashlyer në qytetin tonë. Kemi shqyr një njeri i cili tash një Gjefko Kasosha ka emri, jeton Rani, i cili modelon anijet e dikushve të cilët i ka pasur qiri.
Edhe një pyetje për në fund, çfarë klime ka Ulqini? Po ju duhet të dini se Ulqini ka mbi 280 ditë me diell, domethënë në vit. Ulqini ka një klim jashtëzakonshme, kur i shikoni temperaturat në televizion, për shembull Vesti, si kam fart simpatike për i shikoj. Ata në napin e temperaturën, për shembull, ka një herë t'i varish 10 gradë ose 5 gradë mashtë. Nuk ishte vërtet. Duhet të dinë qytetarët tonë se temperatura e Ulqinit matet ke Sollana, ke Kriporja, 1 metër mbi tokë, ka gjithmonë erna. Ju në që ose matin temperaturën ke Kisha, ortodokse si e kemi na keni 10 shkallë më ftoftë. Populli nuk jeten Sollanë, populli jeten ka. Kështu si, por në përgjithësi na kemi një klimë jashtëzakonisht të mirë, kemi perëndimin e diellit më të bukur në mes. Kur e shikoni nga Kalaja, është kopshti më i mirë i Malish Karamanave, i shtëpisë tonë, të lindjes, keni jashtëzakonisht gjellëbrim të bukur aty, ka shumë Kalaja gjëra për t'i dhënë syve dhe shpirtit. Të gjithë atyre të tyre na vinë edhe na vizitojnë. Ai tha se sfida Ulqinit kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm mes institucioneve dhe qytetarëve, në mënyrë që bukuria e këtij qyteti të ruhet jo vetëm si trashëgimi kulturore, por edhe si shembull i kujdesit të qëndrueshëm ndaj mjedisit.